Prurjet e rrëmbyra të lumit Drin në nëntor të vitit 2022 shembën 2 kolona të urës së vjetër të Baqallëkut, monument kulture, që nga ajo kohë deri më sot nuk është bërë asnjë përpjekje për nxjerrjen e kolonave nga uji dhe vendosjen e tyre në vendin përkatës. Tani që niveli i ujit ka rënë, kolonat dhe platformat e betonit dallohen qartë edhe nga filmimet që realizon kamera, ndërkohë që mungon angazhimi i dur për nxjerrjen e tyre, një ndërhyrje që duhet të ishte bërë me kohë, por që fatkeqësisht ka mbetur pezull. Pavarësisht të ekzistencës së urës aktuale të Baqallëkut dhe asaj paralele që është në proces ndërtimi, ura vjetër e Baqallëkut me një histori mbi 110 vjeçare, jo vetëm që nuk mund të asgjësohet, por është e domosdoshme të shpëtohet dhe të rehabilitohet me çdo kusht. Kur flitet për hyrjen e Shkodrës nga Baqallëku nuk mund të anashkalohet kjo urë, jo vetëm për rëndësinë e saj lidhëse mes Shkodrës dhe pjesës tjetër të Shqipërisë, por edhe si dëshmitare e pazëvendësueshme e disa ngjarjeve historike të lidhura me këtë objekt. Kjo ka qenë arsyeja që Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Historike në Shkodër kishte planifikuar rehabilitimin e kësaj ure edhe si destinacion historik. Por 2 kolonat e saj që u shembën 3 vite më parë dhe vazhdojnë edhe sot të qëndrojnë në ujë, ndonë se nuk mungojnë mjetet për nxjerrjen e tyre. Mjafton vetëm angazhimi i autoritetit rrugor, Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore Historike dhe Prefekturës së Shkodrës për t'i dhënë fund kësaj zvarritjeje 3 vjeçare.